është një ekspozit e cila përkujton dy ngjarje të rëndësishme të kombit shqiptar. Në 2025 ne festuam 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë, ose të Bankës Qendrore në Shqipëri, dhe në 2026 ne festojmë 100 vjetorin e lekut. Për të përkujtuar këto dy ngjarje, në janar vjen kjo ekspozit. 100 vjet rrëfime nga jeta dhe ngjarjet e Bankës së Shqipërisë. Ekspozita, duke vendosur në shtratin e zhvillimeve historike të vendit, duke përkujtuar ose duke përmendur dhe figura të rëndësishme që kanë luajtur rol në këtë rrugëtim 100 vjeçar të bankës dhe të paras, të lekut, përpiqet të shpjegojë se si një vend i ri, i krijuar, i sapo krijuar, me vështirësi ekonomike, politike, geopolitike, ndryshim kufish, lufrash ballkanike, përpiqet të krijojë bankën e vet qendrore, të krijojë paranë e vet dhe nëpërmjet këtyre të dyjave të krijojë besimin tek publiku, të zhvillojë ekonominë dhe sistemin financiar.